recetën tjetër? Tregojmë fillimisht se çfarë përmban? Po, Çfarë përbërësi patjetër. ka receta tjetër? Pra kam magjiricën, gjë që duhen të brëndshmet e baktis, më duhet gjalpi që unë direkt e shtoj, qepët e njoma, një veskrip, piper, kjo salata që quhet ndryshe salat iceberg, sepse nuk duhet që në lëng, në sup, të zhytet e të bëhet e fishkur. Prandaj duhet, ja kjo e forta, dhe qëndron e tillë dhe ka një shije shumë të duhur. Patjetër bimët aromatike dhe mua goca që mi ka hequr qepët e njoma. Po ishin me gjithë bishta, ato që i shfrytëzuam pjesën e bishtave dhe për tavën me spinaq, kështu që qepët e njoma janë të freskët, janë tani të sezonit dhe kanë një aromë livadhi. Shtoj pjesën magjirica e famshme e pashkës që gatuhet pas kurbanit, pas terjes qingjit, është gatimi i parë i mëngjesit mbas drekës. Mbas ritualit që ne vim, Po. ne përdorim në darkë, për shembull ne përdorim magjiricën. Rituali parë fare i gatimit është qepët pas vezës, kuptohet? pjesën e Pas bardhë. trokitjes së vezëve. Po, patjetër. Tani vendosa dhe ta ngroh, sepse unë nuk dua që qepa të më titërsohet në ngjyrë. Lë pjesën jeshile, që dua në fund fare, do qep mirë, ja. Disa marrin dhen, disa qëndrojnë ku kanë folen, kaq. Në gjalp që është gjysëm i tretur. Po. E lë Kemi dhe salatën, qepët e njoma, të brëndshme të baktis paksa, dhe limonin. duke vendosur kapakun. I bëj zmetin tani pjesës jeshile. Se do në fund, jo tani, largoj paksa salatën icebergut edhe vendos, heq bishtat që janë, bishtat më të gjata, dhe do të shtoj Që dihet se sa minuta i duhet kësaj salate për të gatuar. Sa të zbutet. Koha më e madhe të brëndshmeve i takon. E largoj dhe heq edhe pjesën tjetër. Kapak nga mëlçit. Ma një taljer tjetër për të brëndshmet e baktis. Pra kryesisht të qingjit që bëhet kurban për ditën e Pashkës, që e kaurdisim, janë shtëpëzohet që janë të freskëta, të Më imta. duhet të jetë pak, kur flas, pak vjamushka, pak, jo vjamushk. E kalojmë aty. Bashkë me aromat e qepëve të njoma. Ja. Filloj dhe e presështi. Çfarë të keni juve? E mira është të brëndshme, kur them të brëndshme, të gjithë të brëndshmet. Po. Por, ka edhe nga ato që nuk i konsumojnë, edhe të zorët. Po zorët e njoma. Të njoma që lahen, shplahen, zihen, Po. gëlqerosen ose mënyra të tjera për t'i pastruar ato bashkë me korminën, çfarë quhet atë? Këtë e kam këtu unë këtë pjesën. Lëndësin. Po. Atëra. Rope largoj. Sasia që na duhet për masën që do përgatisim ne për supën e magjiricës është kjo, një grusht me të brëndshme me mëlçin apo Si të me dëshironi ju? elemente tjera Si të dëshironi ju? Disa për shembull që nuk mund ta ndjejnë dot erën e mëlçisë të shpretkës, nuk e përdorin.
Prandaj do unë bëj gjithmonë zgjedhje të çfarë nuk mund të përdori dikush. Po. Treten fare treten. Pra më duhet qepët e njoma veza që në fund fare unë do ta pres, shtoj. Do bëj prerje me veze me limon. Pakos fare. Piper. Pra një ka urdhishtë sa të zbardhen, po. masa tjetër, dhe së bashku i edhim një sy për bërë zve, përveç se të ndohemi, të shijojmë tani një kanaçe nga lavaca jone freskët me cappuccino apo me qumësht, por shoj mirë së bashku recetën e shkruar. Supa magjerica. E ditës së Pashkës, 250-300 gram të brëndshme, mëlçi shpret ke me radhë, 50 gram gjalp, 3 luggjelle oriz, 2-3 qep të njoma. Po, hiqeni ka shpejt ju se. Krip, piper të zi, limon, një tuf koper. Këto janë përbërësit pra të magjericës. Shënojni edhe bëjni foto nëse nuk e shënuat shpejt e shpejt. Një ose 2 vezë për ta prerë dhe për ta lidhur mirë të supë. E dini shumë E mirë. cila duhet thënë që duhet konsumohet e freskët e Balancimin e lëngut, duke shtuar të ftotën me të ngrotën. Të sallatën do të shtosh në fund, besoj, a? Orizin e zjerë. Na dha një shenjë këtu fura jonë që do të thot për tavën tonë me spinaq. Është pjekur, të vendosin biskotat të piqen tani. Është një piksur, shumë nxehtë. Është piksur bashkë me djathin, kremin me mielin sipër, spinaqin në meradhe, unë po vendos direkt biskotat, që mbase kemi aq mundësisa të Shumë pak temperaturën. te 170, a? Po. Bukur, fordilëm që të piqen dhe biskotat e Pashkës dhe Shtoj pak ujë. supa magjerica, tipike karakteristike për këtë ditë festive të Pashkës, ndërkohë, pse ne janë rrëzuar neve këto kutit? Unë për shembull si Albana, Patetimet, do të shtoj arla, po, sepse është kremoze. Po, është kremoze. Krem natyral, për shumë, pa e ngatruar me... Pa pana, pa... Po. Do i lëm të zjej dhe thamë që sallatën ja shtoja në fund këtë pjesën e gjetheve. Atëherë. E lë, si që kam, qepët e njoma. Bëjmë atë prerjen. Balancim. Ky veprim është për balancimin e temperaturës, për t'i bërë prerjen me vezë supës dhe limon. Pamja tregon vetë se sa e mirë do dali kjo supë. Mund ta gatuani edhe në ditë të tjera, jo vetëm për ditën e Pashkës, kur gjeni produkte të freskëta. E pastrojmë pak sa vendin, se kam problem të vendin. Po bëhet kështu si vesa i pastaj. Hyri dhe pastrim. Do ta lëm dhe pak, ne, apo do t'ja shtojmë tani në fund? fund? Shumë pak. Kaq. Nuk më duhet shumë gatim, sepse orizin e kam të zjerë. Mëlqit normalisht gatuhen shumë shpejt bashkë me qepën e njomë. Shtoj. Dora e fundit është me sallatën.
sallatën dhe jemi Ky proces përfundon tani gjetë vetëm për t'u zier, për t'u lënë në qetësi në temperaturë patjetër që kam mesatare. masën e koperit. Ja shtojmë dhe koperin dhe këtu përfundon supa jon magjerica. Okej. Supa me të brëndshme, pra magjerica, 250-300 gram të brëndshme, 50 gram gjalp, 3 lugë gjelle oriz, qep të njoma, vezë, limon, një tuf koper, krip, piper, i zi. Të lumshim duart, ju falenderojmë që na keni ndjekur deri në këto çaste. Pas fleshit informativ dhe publicitetit, ju pres në bisedën në orën 10:05 me Artin Jokën. Shihemi nesër bashkë në guzhinë me të tjera receta. Ju pres pas pak.